luan fiet në distancë. Si babai, Hektori, ashtu edhe djali, Ëngjëlli, janë punonjës të firmës Salilari, të dy zgjohen çdo ditë në mëngjes. Në orën 7, dalin njëri pas tjetrit nga pallati i ndërtuar nga Salilari dhe nisen për në punë, duke udhëtuar me të njëjtën makinë të firmës Salilari. Këtu duhet sqaruar edhe një herë se pavarësisht lidhjeve të ngushta familjare me oligarkun, të dy ata mbulojnë pozicione modeste pune. Si e kalut? Po në këtu, Hektora Galliu në e njitni? Po, ka shpenafë. Qa përnajtë në? A i bota faturët e nafës që në makinës. Shumë një vetë është drejtori. Pra, për ta përmbledhur, nga një familje e zakonshme punëtorësh të thjesht, në vetëm pak vite, babë e birë janë në qendër të 2 mega projekteve që çdo kompani e madhe dhe me eksperiencë do t'i ëndërronte. Se si, sepse, se çfarë, këtë nuk mund ta themi dot. Ajo që është e sigurt, ka të bëjë me faktin se tashmë toka në Boçov të Firit është në duart e Agalliut, i cili ka lejen dhe është gati të nisë projektin më të rëndësishëm të jetës, për të cilin, me sa duket, ka kompletuar edhe zyrat e kompanisë, që janë të afishuara në qendrën kombëtare të biznesit, bashkë me numrin e telefonit. Le të provojmë të kontaktojmë pak me zyrën. Siç e shihni, numri nuk është më funksional. edhe pse ende i qëndroni afishuar. Sidoqoftë, kemi edhe një mundësi tjetër. Sipas këtij dokumenti zyrtar, zyra e kompanisë Albanian Solar Power është rrugën Eduard Mano, ndërtesa 18, hyrja 7, apartamenti 21. Atëherë rrugica për të shtëpia e Agallinëve është kjo. Kjo i vjeç është një rrugicë më lart. Atëherë ndalojmë këtu dhe le të kërkojmë zyrat e kësaj kompanie prestigjioze. Keni pasur të zyrën Albanian Solar Power? Jo, nuk e di. Dëgjuar, nuk e kam dëgjuar. Okej. Nuk e dëgjuar asnjëherë këtë kompani. Nuk e di, jo. Nuk e di që është këtu. Albanian Solar Power? Jo, zyrat e Salillarit. Këtë as që e dyshonim. Ka këtu Albanian Solar Power? Jo, nuk është. Edhe pse kërkuam në të gjithë rrugën Eduard Mano, zyrën nuk e gjetëm kund. Me sa duket adresa është fiktive, pasi as banorët e zonës nuk ka dëgjuar asnjëherë për ekzistencën e saj. E pos na mbetet gjë tjetër, veç se ta presim zotin Agalliu poshtë shtëpisë, aty ku çdo ditë në orën 7 të mëngjesit, bashkë me babain, nisen për në punë. E ku tjetër përveç se te kompania